Po e marrim edhe një shembull tjetër, shembullin e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Ebu Bekri, kur u bë halife i pari i muslimanëve, e mori pushtetin, edhe e mbajti ta quaj një fjalim promocional. Edhe po thot, o njerëz, o burra, une u bona i pari i juve, po kjo në asnjë mënyrë nuk do të thotë që une jam më i miri për juve. Do thonë, kjo është modestia e të parit të musliman. Modestia dhe afërsia e thjeshtësia e udhëheqësit. Thot, unë jam i pari, po s'do me thonë që jam më i miri. Edhe kështu do të me u kuptu. Kështu e koncepton Islami këtë punë. Ai që është i pari, nuk është për me i përfitu vetëm privilegjet edhe të mirat e pushtetit, e udhëheqjes, por ai realisht do të me e kuptu se është në shërbim të masës, në shërbim të atyne që ka dalë me upri. Edhe kjo është përgjegjësi e madhe. Për këtë arsye Ebu Bekri nuk ka dashur me përfitu prej pushtetit. Çat ditë që u bë halifet nesrit në sabah e kam pas si u fal sabah, po don me dal në pazar, me shit, me ble, me gjallnu diçka. Po e lypin sasht, kur shkojnë në pazar e gjojnë. Thonë, çka u bën këtu? Thotë, unë kam familje me majt, unë do të me punu për me ju siguru atyne, e pjesën tjetër ditës tani merrna me ju. I kanë thonë, ja ka dale se kjo punë nuk bën kështu, ti tash mo je i tetonëve, nuk je veç i familjes tënde. Do të ta bëjmë ty një pagë. Edhe paramendoni vllazën, ata bashkëpunëtorët e tij më të afërt. Ata, si me thonë, asistentat e tij më të lartë. A dini çysh e kanë diskutuar këtë punë? Jo për me i hin qef cili po ja bën pagesën më të madhe. Po ja kanë llogarit me gram. Se sa i shkon ushqim edhe as një cent ma shumë s'ja kanë dha. Ma i zashmin këtë drejtim ka qenë Omer ibn al-Khattabi. A i s'ka ni as për Ebu Bekër, as për filan, as për fistek. Për to drejtësia u konë mbi të gjitha. Edhe që ky Ebu Bekër, në kuadër të fjalimit vetë, po ju thotë muslimanëve, o musliman, unë u bona i pare, nuk jam ma i mire. Që do në thotë, edhe unë muj me gabu. Nëse unë më shihni duke gabu, obligimi i juj është me më drejtu. Obligimi i juj është me më drejtu. Me ma tërhek vërejtja. Me mi qelë syt. Me më këthjel. Thotë vallahi, nëse unë gabaj, s'ka hajrë njuve nëse s'ma thoni. Po edhe nëse ma thoni, s'ka hajrë në mu nëse nuk e dëgjoj fjallën tuj. Që kjo fjali mendoj se e promovon në mënyrën më të mirë atë që quhet liri e shprehjes.